Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekja e njohur do ju befasoj. Nga nesër pini lëng portokalli estëll dhe shikoni çfarë ndodh. Pirja e lëngut të freskët të portokallit çdo ditë është një zakon i lidhur me shumë përfitime shëndetësore. Portokallët janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe lëndëve të tjera ushqyese të rëndësishme që ndihmojnë në funksionin e duhur të trupit. Cilat janë përfitimet e pirjes së lëngut të freskët të portokallit çdo ditë? Ruan hidratimin. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë të shijshme për të qëndruar të hidratuar, lëngu i portokallit mund t'ju ndihmojë. Ai përmban 85% ujë, ndërkohë që ofron minerale thelbësore që kontribojnë në ekuilibrin e elektroliteve. Ullumtimet tregojnë se konsumi i tij mund të rrisë nivelin e hidratimit në trup. Është një zëvendësues shumë i mirë i frutave. Shumë njerëz nuk konsumojnë fruta mjaftueshëm çdo ditë. Një gotë me lëng portokalli të freskët mund të konsiderohet si porcioni frutave që përmban sasi të konsiderueshme gjithashtu edhe të vitaminës C, tanineve dhe lëndëve të tjera ushqyese që nevojiten. Lëngu i portokallit është një zgjidhje shumë e mirë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Ullumtimet kanë treguar se pirja e lëngut të portokallit çdo ditë mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit të keq, duke përmirësuar gjithashtu raportin midis kolesterolit të keq dhe të mirë. Promovon shkëlqimin e lëkurës. Vitamina C që përmban lëngu i portokallit është thelbësore në sintezën e kolagjenit, e cila kontribon në ruajtjen e elasticitetit dhe shkëlqimit të lëkurës. Veprimi i antioksidant gjithashtu ndihmon në mbrojtjen kundër dëmtimit të shkaktuar nga rrezet ultraviolet dhe parandalon shenjat e plakes. Është e mirë gjithashtu në humbjen e fibrave. Edhe pse lëngu i portokallit është plot me lëndë ushqyese, ai nuk përmban fibër të cilët të gjithë trupat nga frutat i marrin. Një portokall ka rreth 3 gram fibër, ndërkohë që lëngu përmban vetëm 0,5 gram. Për të kompensuar këtë mangësi është më mirë të përfshini në dietën tuaj burime të tjera të pasura me fibra bimore. Lëngu i portokallit përmban kalori dhe nuk duhet të teprohet me pirjen e tij. 1 deri në 2 gota në ditë janë më se të mira për të marrë të gjitha përfitimet më të mira të imunitetit. Edhe pse vitamina C që gjendet te portokallit është në sasi të ulta, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Prandaj, duke u konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj, është shumë më mirë që të konsumoni atë si duhet. Lëngu i portokallit është i pasur me element ushqyes. Duke konsumuar atë vazhdimisht në dietën tuaj brenda normës së lejuar, do të ndikoni pozitivisht në çështjen e imunitetit. Lëngu i portokallit është një ndër lëndjet më të njohura në të gjithë botën. Të pish një gotë me lëng portokalli çdo mëngjes është thuajse po aq popullore sa të pish një filxhan kafe. Kjo pasi mund të përgatitet shumë lehtë edhe në shtëpi, sidomos në vendet e mesdheut, ku klima e të ngrënit ju dhuron agrumeve edhe një shije fantastike. Përveç se shumë i shijshëm, lëngu i portokallit është i pasur me vlera dhe vitamina të shumta. Këto vitamina të shumta që ky frut dhuron ndihmon në parandalimin e një sër sëmundjesh të dëmshme për organizmin. Prandaj në këtë video do të tregojmë disa nga arsyet pse duhet të fusni lëngun e portokallit vazhdimisht në dietën tuaj të përditshme. Lëngu i portokallit njihet si një burim i mirë i vitaminës C, por jo vetëm. Ky lëng përmban më shumë acide folate, kalium, magnez dhe proteina. Të gjitha këto vitamina dhe minerale ndihmojnë në shëndetin e mirë të trupit për të gjithë organizmin. Ai është i pasur gjithashtu me antioksidant. Një ndër vetitë e fshehura të këtij lëngu është edhe vetia për të mbajtur nën kontroll radikalet e lira në trup. Pra rregullon dhe balancon ato që quhen si shkaktarët kryesorë të sëmundjeve në zemër, diabet ose sëmundje të dëmshme. Lëngu i portokallit përmban sasi të mirë të antioksidantëve siç janë flavonoidet ose karotenoidet, duke u bërë një burim fantastik i vitaminave dhe mineraleve të cilat i duhen trupit. Parandalon gurët në veshka. Gurët në veshka janë një sëmundje shumë e përhapur tashmë si te burrat ashtu dhe te gratë. Ato mund të kthehen në një problem të vërtetë që ndikon në jetën e përditshme, pasi shkaktojnë dhimbje dhe probleme me stomakun. Një asgjësues natyral i këtyre gurëve në veshka është lëngu i freskët i portokallit. Kjo pasi rrit pH-in në trup dhe shkrin gurët në veshka. Ai është i mirë gjithashtu kundër problemeve të zemrës. Sëmundjet e zemrës ose ato kardiovaskulare janë një problem serioz që kërcënojnë gjithmonë jetën e njerëzve.
rreth 17 milion njerëz në të gjithë botën vuajnë nga sëmundjet e kësaj natyre, të cilat mund të jenë edhe me kushtimin e jetës. Shumë studime kanë treguar se për t'i mbajtur këto sëmundje larg, krahas një stili të shëndetshëm të jetesës, shërben edhe lëngu i portokallit. Sipas mjekëve, ky lëng jo vetëm që përmirëson qarkullimin e mirë të gjakut, po ul edhe kolesterolin e keq në trup. Ai rrit sistemin imunitar. Duke qenë se lufton në radikalet e lira dhe ka veti antiinflamatore, lëngu i portokallit është një mënyrë shumë e mirë për të luftuar sëmundjet kronike, por ky lëng do të funksionojë si një mbrojtës për trupin kundër infeksioneve dhe sulmeve të jashtme. Sigurohuni ta konsumoni të freskët çdo mëngjes për të nisur ditën me një dozë energjie dhe shëndetit të mirë të trupit. Lëngu i portokallit është një zgjidhje shumë e mirë për trupin tuaj, dhe pirja çdo ditë e tij brenda normës së lejuar ndihmon trupin që të marrë të gjitha vitaminat dhe mineralet që ai i ofron. Lëngu i portokallit është i pasur me vlera ushqyese dhe ofron përfitime të ndryshme për trupin. Kjo është një arsye pse ai duhet të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme për të marrë edhe vlerat e tij shëndetësore. Kur bëhet fjala për të ushqyerin dhe mirëqenien, një nga ushqimet më popullore dhe padyshim më i shëndetshmi është edhe lëngu i portokallit, i njohur gjithashtu për sasinë e lartë të vitaminës C dhe vlera të tjera ushqyese që ai ofron trupit tuaj, që kontribojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e mirëqenies suaj. Në fakt, përfitimet që një gotë me lëng portokalli mund të ofrojë janë të shumta, disa prej të cilave janë krejtësisht të panjohura. Sot, në këtë video do të listojmë disa prej tyre. Përfitimet që sjell çdo ditë lëngu i portokallit gjithashtu mund të jenë një zgjidhje e mirë. Lëngu i portokallit përmban veti të frutave dhe një mënyrë më të mirë të përqendruar, duke përfituar kështu edhe element ushqyes. I përsosur për të pirë në mëngjes ose gjatë ditës, ju lejon të mbusheni me energji dhe vitaminë C, duke i dhënë trupit përfitime të ndryshme. I përdorur nga shumë njerëz për të parandaluar gripin, lëngu i portokallit ka shumë virtyte të tjera. Le të njohim disa prej tyre. Stimulon metabolizmin. Është një stimulues natyral i metabolizmit bazal. Shmang shtimin në peshë. Lëngu i portokallit ndihmon për të pastruar gjakun dhe për të larguar aciditetin, duke hequr kështu rrezikun e shtimit të peshës. Rregullon sistemin tretës. Ndihmon tretjen duke luftuar efektin e ulçrave. Rregullon problemet e zorëve. Pirja e lëngut të portokallit ndihmon në rregullimin e funksionit të zorrës, duke çuar edhe në përmirësime të mira për personat që vuajnë nga diarreja ose kapslëku, duke përmirësuar funksionet e tretjes. Normalizon sheqerin në gjak. Përveç se ka pak sheqer, lëngu i portokallit rregullon nivelet e sheqerit, duke provuar një jetë se ndihmon edhe në rastin e vuajtjes së tij. Është i shkëlqyeshëm për nyje. Pirja e lëngut të portokallit çdo ditë ndihmon në krijimin e nyjeve dhe lëvizjeve të tyre, duke shmangur shfaqjen e dhimbjeve te ata që vuajnë nga artriti. Parandalon plakjen. Lëngu i portokallit ka veti të mëdha të fuqishme antioksiduese që ndihmon për të mbushur radikalet e lira dhe për të vonuar procesin e plakjes natyrore. Ai ndihmon gjithashtu kundër alergjive. Ndihmon për të rregulluar çlirimin e histaminës, duke dëshmuar të jetë një ndihmë e vlefshme në rastin e alergjive të frymëmarrjes. Tani që kemi parë se cilat janë disa nga përfitimet që vijnë nga pirja e lëngut të portokallit çdo ditë, duhet ta shtoni me patjetër atë në menun tuaj ditore, pasi vetëm kështu do të merrni përfitime më të mira të antioksidantëve. Një ndër vetitë e fshehura të këtij lëngu është vetia për të mbajtur nën kontroll radikalet e lira në trup. Pra rregullon dhe balancon ato që quhet si shkaktari kryesor i problemeve të zemrës, diabeti ose sëmundjet e dëmshme. Lëngu i portokallit përmban një sasi të madhe të antioksidantëve, siç janë flavonoidet dhe karotenoidet, duke i bërë ato një burim fantastik të vitaminave dhe mineraleve. Gjithashtu, lëngu i portokallit është i mirë kundër problemeve në zemër dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë e stabilizimit të rrahjeve të tij dhe furnizimin e trupit tuaj me të gjitha mineralet dhe vitaminat e duhura për të balancuar këtë problematik. Është e rëndësishme që gjithmonë të përdoret brenda sasive të lejuara. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.